Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi lëvizjet e fundit të shtetit grek, i cili ka shpallur non grata Artan Hoxhën, pra gazetarin e njohur, duke u bërë një nga rastet e tjera të shumta që shteti grek ka ndërmarrë kundrejt gazetarëve shqiptar. Por çfarë po ndodh mes Shqipërisë dhe Greqisë në këtë rast? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetjeve, por edhe tematikave të tjera, ne kemi të ftuar historianin e njohur zotin Arben Llalla. Zoti Llalla, përshëndetje. Përshëndetje, mirë dita. Zoti Llalla, çfarë po ndodh mes Athinës dhe Tiranës zyrtare, teksa së fundmi është shpallur non grata edhe gazetari i njohur Artan Hoxha? Ajo që mund të themi, duke marrë Shqipëria, duke hapur gjithë kapitujt për antarësim në BE, duhet ta dimë që Greqia, ndoshta bashkë me ndonjë shtet tjetër, Serbinë apo tjerë, do fillojnë që të provokojnë Shqipërinë me qëllim që të dështojë antarësimin e Shqipërisë në BE, duke nxitur këto probleme siç është shpallja non grata të disa gazetarëve shqiptar, të cilët promovojnë emisione të ndryshme, kulturën, historinë, denoncojnë korrupsionin e tjerë që nuk kanë lidhje fare me politikën apo me diçka ekstreme gjatë për ndryshim kufish midis dy shteteve apo nxitjen e urrëties etnike dhe fetare midis dy popujve. Ky është mendimi im në këtë rast që themi edhe për zotin Artan Hoxha, i cili është një gazetar i njohur, i cili ka denoncuar gjithnjë në reportazhet e tij për drogën, korrupsionin, flasim për çështjet penale. Në këtë rast, si është e mundur që vjen një lëvizje e tillë nga Athina zyrtare duke shpallur non grata një gazetar i cili po themi është në profesionin e tij dhe jemi në vitin 2025 ku akoma është kjo qasja nacionaliste e grekëve ndaj shqiptarëve dhe konkretisht ndaj një gazetari shqiptar? Pra, çfarë ndodh në këtë rast në mendjen e zyrtarëve grek? Duhet ta dimë që Greqia, grekët në librat e tyre shkollor që në fëmijëni ushqen edhe nga kisha e tyre me një urrëtie të madhe ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve, që ku gjithmonë promovojnë robërinë e motrës vogël të tyre periudhë, pra aneksimin e jugut të Shqipërisë, e kanë nëpër librat shkollor, nëpër aktivitetet shkollore, në aktivitetet zyrtare të qeveritarëve grek, për shembull, që organizojnë parakalime dhe tubime nga ministra grek, deputet grek për autonominë, për ndryshim kufi ndaj Shqipërisë, ku i paraqesin shqiptarë si turko-albani, domethënë turko-shqiptar nuk janë shqiptar. Pra, këto janë nxitje shtetërore dhe kishtare, domethënë fetare. Kjo gjë duket qartë edhe kur një gazetar i rangut si Artan Hoxha shpallet non grata, por dhe shumë politikanë diun në heshtje, ku kanë dashur të vizitojnë Greqinë, Greqia ju është përgjigjur që ne nuk sigurojmë jetën e juaj brenda territorit të Greqisë. Në këtë rast, si e keni parë reagimin e shtetit shqiptar, i cili pothuajse s'ka pasur reagim fare në këtë drejtim? Shteti shqiptar ka heshtur duke patur parasysh që gjithmonë jemi të përkulur përpara Greqisë, përpara vetove që Greqia na trem gjithmonë për antarësim në BE, apo dhe kur ishte antarësimi në NATO për kushtet e ndërtimit të 8.000 varreve greke. Ky që shteti shqiptar ka preferuar më mirë të heshti duke treguar një dobësi dhe jo një seriozitet si shtet që jemi, si shtet që pretendojmë të jemi antar BE-s, si shtet që duhet të mbrojmë interesat e qytetarëve të saj, interesat e shtetasve të Shqipërisë. Pra, për mua nuk është çudi, sepse di shumë fakte dhe shumë gjëra të tjera që Greqia gjithmonë i ka në lupë për t'i shpallur non grata të gjithë ata shqiptarë, qofshi historian, profesor, intelektual dhe gazetar, non grata të padëshurueshëm brenda territorit të Greqisë. Po cili është qëllimi i shtetit grek në këtë rast kundrejt këtyre lëvizjeve, pra që ndërmerr sa i përket ndaj gazetarëve, ndaj personave të tjerë, ku edhe ju jeni të prekur, siç keni deklaruar, nga vetë shteti grek në këtë rast? Greqia në këtë do të tremi shqiptarët të brezët e ardhshme që mos të përmendin historinë e Shqipërisë, historinë e Çamërisë, mos të përmendin të drejtat e pakicave që jetojnë në Greqi dhe në këtë rast pakica shqiptare, të mos përmendin të drejtat që u takojnë shqiptarëve brenda territorit të Greqisë, kontributin e arvanitësve pra të shqiptarëve në themelimin e shtetit grek. Unë që në 2004 jam përzënë nga Greqia në heshtje dhe atëherë nuk e kam bërë të madhe, domethënë ashtu kam preferuar të heshtje dhe mund të shkoj. Por, siç e thash, ne jemi në lupë të shtetit grek, ne dhe familja tona. Do të tregoj një rast shumë interesant. Para 6-7 muajve ambasadorja e Greqisë edhe
një profesor i të drejtës gjykatës i Athinës majti një ligjëratë në një universitet të Maqedonisë rreth të drejtave të njeriut, rreth penale, dhe në atë në panel ishte edhe një birë që është student në atij universiteti dhe i bëri pyetje për të drejtat e pakicave kombëtare në Greqi si dhe ligjin e luftës që man një anshëm Greqia. Profesori i juridikut, domethënë, nuk dha përgjigje, tha nuk më takojnë mua këto, edhe pse ai ishte ftuar për të dhënë përgjigje rreth ka të bëjë me ligjet ndërkombëtare të pakicave kombëtare, tha këto janë politike dhe mas ligjëratës së tij ambasadori kërkoi që takonte këtë student që i bëri këtë pyetje kaq interesante në Maqedoninë e Veriut dhe pasi tha që kush është emrin mbi emrin, ambasadori tha që ke djali Arbellallës që në 30 vite tha e vëzhgojmë tha dhe nuk po e kuptojmë asnjëherë tha lëvizjet e tij që bën në drejtim ndaj Greqisë. Pra ne jemi në luftë, të gjithë ata njerëz që mbrojnë identitetin shqiptar, thonë dhe mbrojnë të vërtetën dhe nuk tregohen lojal apo servil ndaj Greqisë në dëm të Shqipërisë, gjithmonë do poshtrohemi apo gjithmonë do shpallemi non grata. Kjo është Greqia, një shtet me mentalitet mesjetar, një shtet që është antar i NATO dhe i BE-s dhe shpreh të gjë e kanë ato që ne ju shpallim non grata. Por nuk është ndonjë tragjedi e madhe për mua si individ nëse nuk shkojmë në Greqi, ne mund shkojmë në Itali, mund shkojmë kudo në botë lëvizim lirshëm, por me Greqinë na lidhin sa gjëra shpirtërore duke patur parasysh kontributin e madh të shqiptarëve në Greqi, duke patur parasysh që nuk ka asnjë familje shqiptare në Shqipëri mos ketë një të afërm në Greqi emigrant aty ku dhe unë vetë kam qenë emigrant, ku dhe Artan Hoxha siç tha ka qenë emigrant dikur dhe ka familje atje, ka vëllain aty. Kështu që ata kërkojnë na kpusin një pjesë të damarit tonë, mos kemi kontakte të tilla me tafshin tanë që kemi Greqi që edhe që janë ligjërisht. Cili duhet jetë reagimi i shtetit shqiptar në këtë rast, i cili duket me mec, po themi, sa i përket rasteve të tilla, sa herë që Greqia ndërmerr lëvizje të këtilla duke shpallur non grata edhe gazetar. Republika e Shqipërisë duhet i çojë një notë proteste dhe duhet kërkojë llogari apo shkakun kryesor pse një gazetar i tillë apo një profesor i tillë apo një intelektual i tillë për shembull në shumë raste të shpallen non grata dhe ta ngrej këtë çështje edhe në NATO, ku siç dihet ne bëjmë pjesë bashkë në një ushtri të përbashkët që në rast lufte ne duhet mbrojmë krahët e njëri tjetrit. Pra si mund t'i mbrojmë ne grekët apo grekët neve, kur në këtë rast na shpallin non grata, jemi të padëshuruar, kur ne nuk jemi kriminela, nuk jemi mafioza, nuk bëjmë kelet ligjit në Republikën e Greqisë. Shqipëria duhet të reagojë me nota proteste, si në NATO, po si në të gjithë organizatat e tjera ndërkombëtare. Sepse ne nuk jemi nxitës të urrëtieve midis të dy popujve, po përkundrazi themi dhe mbrojmë të vërtetën. Duke u referuar këtyre rasteve që kanë ndodhur deri më tani, a mendoni se Greqia ka një agent të tillë kundrejt shqiptarëve të cilët kërkojnë të vërtetën siç thatë ju, por edhe ndaj një elementi mjaft të ndjeshëm siç është çështja e çamërisë? Greqia është një shtet shumë i fuqishëm dhe i organizuar ku mohon rreth par gjithë pakitet kombëtare që ndodhen atje, nga shqiptarët, slavët, romët, egjiptasit, vllehët, turqit, por ajo ka një ministri që quhet Ministri i Informacionit dhe Propagandës me rreth një ushtri 3200 gazetar që i orientojnë që të krijojnë opinione të tilla që i dëshiron shteti grek, siç thash, opinione ndaj individëve të caktuar shqiptar, siç thash, imponimin e disa gjërave mashtruese. Pra është një shtet i mirë organizuar në këtë raste kundër individëve apo elementeve, siç është rasti i Artan Hoxhës apo i Marin Memës apo dhe shumë të tjerë, mundi dhe shumë raste tjera që janë shpallur. Kemi për shembull pleq në moshës 80-90 vjeçar, vetëm se në pasaportat e tyre kanë patur të vërtetën që kanë lindur në Çamëri, në Filat apo në Margëlliç apo në Gumenis dhe janë shpallur non grata dhe nuk janë lejuar. Do të tregoj edhe një rast tjetër. Në vitin 2015 apo 2016 mos gaboj, një zëvendësministre e Shqipërisë që ishte ftuar në një simpozium ndërkombëtar për punë sociale këto, u ndal në doganën atëherë që mos të hynte në Greqi vetëm pse origjina e saj ishte nga Çamëria apo ishte aktiviste e shoqatës Çamëria apo e partisë BDU që mbron të drejtat e shqiptarëve të Çamërisë dhe është bërë ndërhyrje ndërkombëtare që kjo mas 4 orësh të hynte në Greqi për të marrë pjesë në këtë aktivitet ndërkombëtar siç ishte për punë sociale për të organizuar. Në këtë rast, ju si e shpjegoni, si është e mundur që një vend antar i BE-s dhe nga ana tjetër kur Shqipëria synon antarësimin në Bashkimin Evropian ka koncepte të tilla
nacionaliste dhe ka koncepte të tilla konkretisht ndaj gazetarëve, ku kërkon të arrijë Greqia në këtë rast? Greqia gjithmonë I bën këto gjëra për të mbajtur në heshtje dhe në gjumë qytetarët e saj grek, që janë atje shtetas grek, të cilët nuk kanë origjinë greke, po janë me origjinë, siç e kam thënë, nga Bullgaria, Maqedonia, Shqipëria, hebrenj, turq, duke I mbajtur këto me dhunë që nuk njeh asnjë pakicë kombëtare dhe ushtrojnë gjithmonë presione të tilla që mos të zgjohet një lëvizje e tillë për kërkuar të drejtat e pakicave atje që kanë qenë themelimin e shtetit grek para 200 viteve, dhe është I vetmi shtet që thot 100% jemi grek pastër, jemi ortodoks pastër, ku atje edhe katolikët që janë grek poshtrohen, përndiqen, ku varrezat e hebrejve të komunitetit hebrejnë selanik dhunohen, shpeshherë thyen, ku dhe shumë të besimeve të tjera siç janë Jakubat që përndiqen atje, që janë grekët e shtetas grek. Është një shtet racist që është I lidhur fort me fen ortodokse dhe vjen në këtë mënyrë. Por, nëse do ta shikojmë thellë Greqinë, është një shtet I kalbur, nëse do të shikojmë është një pa të ardhme, ka rreth mbi 3 milion pensionista pleq, rini nuk kanë, po të shkojmë shkollat e tyre, mësojnë fëmijët e emigrantëve si nga Shqipëria, Bangladeshi, Pakistani, India, Egjipti dhe shumë vendeve të tjera. Por atje ushtohet një dhunë brenda në shkollë ku mësohet vetëm feja ortodokse nga këta, edhe pse vinë me origjinë nga familje muslimane, nga këta fëmijë atje, thotë që të gjithë ju jeni grek dhe mos mendoni se keni përardhje nga India, Pakistani, Bangladeshi, në këtë rast edhe të fëmijëve shqiptar po me emigrantëve shqiptar. Pra, si është e mundur që shqiptarët rreth 1 milion që pretendojnë mund të jenë më shumë apo më pak, janë shtetas Greqisë rreth 150.000 deri në 200.000, nuk kanë arritur të zgjidhet një shqiptar në një bashki të Greqisë, nuk ka arritur një shqiptar të zgjidhet kryetar bashkie apo një shqiptar të zgjidhet deputet apo konkurroj. Flasim gjithmonë për shqiptar me kombësi shqiptare dhe shtetësi shqiptare, dhe jo shtetës shqiptar po me kombësi greke. Zoti Llalla, çfarë po bën shteti shqiptar konkretisht për zgjidhjen e çështjes Çame, apo e ka harruar përgjithmonë atë? Dhe nga ana tjetër, cilat janë lëvizjet e Greqisë për ta bllokuar gjithnjë më shumë zgjidhjen e kësaj çështje? Republika e Shqipërisë ndër vite më parë ka bërë është një rezoluta për Çamrin që është 27 qershori, ka financuar mos gaboj varrezat në Klogjer, por ka rreth 8-9 vite është heshtur kjo gjë fal frikës që Greqia do na vej vetë apo dhe Kipra që është e fshehur, një veto e fshehur, mos e harroni, e Kipros së administratës greke, është e fshehur një veto e tillë dhe nga Kipraja, pasi konsumohen ato që kërkon Greqia, siç thash, do kërkoj njërin e pakicës kombëtare greke në Imar, njërin e pakicës kombëtare greke në Korçë, edhe shumë gjëra të tjera në dëm të Shqipërisë. Unë mendoj që shteti shqiptar gabon që se ngre zëri, se duke heshtur ajo lëshon territor, lëshon gjëra që nuk është mirë të lëshohen. Mos harroni, Shqipëria gaboi që njëri 9 pakica kombëtare brenda Republikës Shqipërisë duke mos ekzistuar, se nëse ekzistojnë pakica kombëtare mirë është dhe një, por është I vetmi shtet që njeh më shumë pakica kombëtare, ku e dim që Maqedonia është shtet multietnik dhe nuk njeh kaq shumë ta njeh Shqipëria. Pra, politikanët tanë, megjithatë duhet ta themi hapur që politikanët tanë të sotshmit edhe para disa vitesh nuk kanë ndjenjë kombëtare shtetërore, por vetëm mund ta dëmtojnë Shqipërinë duke keq përdorur pozitën shtetërore, duke vjedhur, duke bërë edhe shumë gjëra të tjera. Jemi dëshmitarë se sa janë arrestuar drejtues shtetit shqiptar. Kjo tregon që ne nuk e shohim Shqipërinë dhe institucionet shtetërore si tona, po si një plaçke ujë për ta grabitur. Zoti Llalla, a ka lëvizje të tilla të Athinës zyrtare që bëhen underground, pra në fshetësi dhe ne nuk I shohim, dhe Greqia punon me një agjendë 20-30 vjeçare për interesat e saj? Ka gjithmonë një ushtri e heshtur që punon në tokë në formën e kulturës, në formën e nxitjes asimilimit, ku ka politikanë shqiptar, deputetë e tjerë që punojnë për interesat e Greqisë. Mos harrojmë dhe kisha ortodokse ato që falë e Shqipërisë një pjesë ku ka punuar dhe punon. Në heshtje duke bërë asimilimin, Greqia shikon më larg që mas 30-40 vitesh ku ne mos jemi në këtë jetë, do kërkoj me asimilimin që po bën, duke dhënë shtetësi greke, autonominë e Vorë e Ipirit apo aneksimin e jugut të Shqipërisë. Ata punojnë duke financuar në heshtje biznesmen shqiptar të cilët financojnë aktivitetet anti-shqiptare, mediat financojnë shumë në media.
mos harroni shumë pak flitet në mediat tona të gjëra, mediat e fuqishme, klasit parë po themi, për çështjen Çame, për çështjen e Arvanitasve, për të drejtat e shqiptarëve në Greqi, kanë një ushtri ato që po punojnë, mos harroni, në jugun e Shqipërisë po ndërtohen gjithmonë të jashtëligjshëm kryqe të mëdhenj mbi 10 metra, gjë që në Greqi para një jave dikush buni një kryq grek, shtetas grek, një kryq në Greqinë Veriore dhe ato shkuan, shtetas grek shkuan në gjykat për të dënuar si një të jashtëligjshme. Ndërsa në jugun e Shqipërisë për provokim të besimtarëve të tjerë, janë vënë kryqe të mëdha jashtëligjshme, kemi ndërtimin e busteve apo përmendoreve të jashtëligjshëm të antarëve grek të ardhur nga Greqia, që kanë kryer masakra mbi popullsinë shqiptare në vitin 13, 12, 14, në 40, në 41, pra jugu i Shqipërisë pothuajse. Kemi që gjua shqipe në jugun e Shqipërisë në dy komuna, Finiqi dhe Dropulli, është inekzistencë zyrtarisht, pra në shumë shpresa zyrtare shkruhen vetëm greqisht dhe jo në gjuhën shqipe, pra flasim shpresa të bashkisë dhe të nënpunësve shtetëror, nuk ekziston gjua shqipe, ku unë gjithmonë si individ i kam denoncuar me fakte që nuk jam kundër gjuhës greke. Atëherë ku në radhë parë duhet të jetë gjua administratës që është gjua shqipe dhe më tej duhet të jetë gjua pakicës. Por gjua shqipe nuk ekziston në disa dokumenta shpresa zyrtare në Dropull dhe në Finiq, ku edhe në përmendoret që bien nga kryetarët e këtyre dy bashkive vjen vetëm në gjuhën greke. Pra gjua shqipe është inekzistence. Dhe rrugët që kanë këta në përfshat apo në këto qendrat e tyre, banimit janë vetëm në gjuhën greke dhe jo në gjuhën shqipe. Dhe tabelat e këtyre emrave janë shumicë emrat të antarëve grek, siç e kam thënë, që janë anti-shqiptar dhe kanë kryer veprime në dëm të Republikës së Shqipërisë dhe të popullatës shtetërore të kësaj. Pra kjo është e vërteta. Nga ana tjetër, shteti shqiptar çfarë po bën për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve të tij në këtë rast, apo sillet siç është sjell deri më sot? Shteti shqiptar është në gjumë, ka rreth 20 vite që është në gjumë, që kur kemi pranuar ndryshimin e kufirit detar në detin jon ku ndodhen rezerva të mëdha nafte dhe gazi, shteti shqiptar është në gjumë ku po bëhet ndryshimi i piramidave të pikave të kufirit. Shteti shqiptar është në gjumë kur vinë me rroba civile, ushtarak, general, strateg, lufte, polici, zbulim kundër zbulimi me grupacione dhe shëtisin nëpër jugun e Shqipërisë, në Imar, Përmet, Skrapar, Leskovik, pa folur Tarant, dhe bëjnë fotografime dhe bëjnë strategji që nesër mas 30 vitesh, 20 vitesh, ndoshta edhe një luftë të tillë të jenë të përgatitur grekët me hartat e tyre gjeografike, me hartat e tyre të taktikës. Shteti shqiptar hesh, vetëm para 10 apo 15 ditësh zoti Fredi Beleri, si një eurodeputet i Greqisë dhe shtetas i Shqipërisë, shoqëroi rreth 20 oficerë të zbulimit kundër zbulimit, policë, ushtarak, të cilët erdhën me grupacion në Himar, vizituan nga Përmeti andaj pikat strategjike të Republikës Shqipërisë. Edhe ne jemi në NATO dhe nuk kemi të fsheta ndaj Greqisë, po mënyra se si ata vinë është tinzare, mënyra se sa ti veprojnë ai keqdashë. Pra, shteti shqiptar në këtë rast nuk ka marrë si mas. Jo se duhet të jemi kundra këtyre vizitave të tilla, po duhet të jenë vizita të deklaruara dhe të shoqëruara në bazë të ligjeve ndërkombëtare nga oficerë të Shqipërisë, që shkruajnë të grupet si turistë që vinë. Zoti Llalla, dhe i pyetje fundit, sa rrezikon Shqipëria me çështjen e detit që e ka dërguar në Hag në raport me Greqinë? Është gabim radh parë që ne kemi çuar një çështje që nuk ekziston në gjykat në këtë rast në Hag të detit, sepse ajo është kufiri dihet, ka ekspertë të tillë dhe grek dhe shqiptar që mund ta vënë vizën e drejtë, ashtu si ekspertët italianë dhe grek kanë vënë vizën e drejtë, ashtu si ekspertët grek dhe egjiptanë e Egjiptit e kanë vënë vizën e drejtë, ashtu si ekspertët të Libisë me grekët e kanë vënë vizën kufitare drejtë, dhe ne nuk është dashje të shkojmë në Hag, unë më ja them që tani në Hag grekët kanë një lop fuqishëm dhe ne do ta humbim atë çështje pa e nisur fare. Një çështje që nuk duhet shkojë në Hag, ku është e zgjidhur, grekët ta kenë kufin aty ku e kanë dhe ne ta kemi aty ku e kemi, është shumë kollaj. Sepse Greqia vetëm me Shqipërinë kërkon 12 mile nga pika e saj dhe nuk i kërkon 12 mile, fjala vjen me Turqinë apo me Italinë apo me vende tjera. Pra e kërkon sqarimin vetëm nga ana e Shqipërisë në selfin 1, më duket mos gaboj ose 2, po më duket në 1, ku ka rezerva nafte që i përkasin Shqipërisë dhe rezerva gazi që për fatin ton të mirë janë në pjesën tonë të gazit dhe të naftës. Pra, unë mendoj që është e gabuar që çështja e detit
të shkojnë në Hag. Ajo është e zgjidhur nga gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në 2009 dhe kjo çështje është mbyllur për mua, por ne do ta humbim në Hag nëse shkojmë. Zoti Llalla, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit dhe juve, të keni një ditë mbar. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.